kemi bisedu me Bushin, por atër u bu një lëvizje me viznerin, se më duhet të ndaja këtë, kështu që me kërkes të tyne nuk e tregova datën, se me Bushin ishte dakordua dhe data. Shpallës pavarësisë, po. Ishte në qershor. Po. Që do t'i bin të agimit. Po. Edhe është interesant që nëse s'gaboj me 10 qershor, e jep këtë deklaratë. Në atje që është, po shkruaj që koincidon me qershorin e Ligjit të Kosovës, koincidon edhe me ditën e Ligjit Prizrenit, se 10 qershor është dita e Ligjit Prizrenit. Mirë, këto nuk mund të them tash edhe të spekuloj edhe të bëj konspiracion që presidenti Bush ka pasur qytet veç me lezu historinë e popullit shqiptar dhe me thonë mirë, sot që ka 10 qershori, sot e kam ndërmend me i thonë këto, po. Ishte një vizitë jashtëzakonshme sepse Amerika në atë kohë ishte në raporte kogja rigjite me Evropën. Edhe një pritje e tillë që ka bë askujt Shqipëria atëherë, veç nëse të kujtohet ajo vizita e James Bakerit e famshme në vitin 91 kur ju jeni taku me Bakerin në Beograd, edhe ai pe Beogradi shkon në Tiranë, është Prisile atëherë si shef i zyrës edhe presin diku 200-300.000 vetë, edhe Bakeri prej një situate shumë të keqe në Beograd me një situatë të egzaltimit në Tiranë, dhe çka ndodhi kjo, kush janë këta që po më kanë atë shumë. Që dhe Bushi u habit me atë dashuri, edhe pse Bushi ishte kategori që Kosova duhet bëhet shteti pavarur, nuk ka pas dilema. Nëse s'gaboj Steven Hedley ka pas të dilema si këshilltari sigurisë kombëtare. Edhe Kondolisa të dytë kanë qenë për me shty këtë. Për me shty, po mas andej bjen momenti e shpjegojmë që ka Kondolisa Rajze ul me ne në tavolinë për me bën një komunikat të përbashkët kur shkum në shtëpinë e bardhë. Po kryesorja u pa që kjo punë nuk po kryhet, ashtu siç kishim menduar, që nuk është qershori periudha e shpalljes pavarësisë dhe që ne duhet të hyjmë në proces për cilin akoma nuk di çfarë procesi. Çfarë mora vesh shumë prej Rohanit sepse ata grupi e kontaktit e kish pas lënë derën hapur që presidenti Ahtisari të udhëheqë edhe këtë procesin shtesë disa mujor. Po Ahtisari kishte thënë se janë konsiderim. Unë kam kryer punën time, ja ku keni pakon, nuk besoj që do të gjeni pakon më të mirë sepse prej fillimit vlerësimet ndërkombëtare amerikanë dhe të perëndimit kanë qenë paka Ahtisarit nuk zhvlerësohet, mbetet aty. Nëse arrini diçka më mirë në ndërkohë, në rregull, nëse jo, do të jetë paka Ahtisarit. Dhe ka qenë një farë lufte, me sujt kujtohet për një koncept që quhet sunset clause. Do thotë, por ose nuk e pranon që mirë, 6 muaj po negociojmë, nëse nuk negociojmë, automatikisht hin fuqi paka e Ahtisarit. Po ata s'pranojshin ashtu se supozonin që edhe ashtu do të kthehemi te Ahtisari, prandaj në fund mbet pakte dhe u caktuan 3 ndërmjetësues ndërkombëtar që të mirën me fazën e ardhshme të procesit të definimit të statusit. Ambasadori Wiesner mbeti në detyrë, si emisaar special i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Wolfgang Ischinger, një mik i joni i madh, sepse ka qenë edhe në luftë me ne në proceset shumë të rëndësishme të krijimit të Kosovës së pavarur, ai u emnua emisaar special i Bashkimit Evropian, dhe Aleksandar Bochan-Harchenko, që sot është ambasador i Rusisë në Beograd, u caktua emisaar special i Rusisë, sepse Rusia s'kishte pas emisaar special të Ahtisarit. Ka pas Boris Majorski në Rambuje, po deri tash se ka format tjetër. Format tjetër. Edhe se ka pranuar Ahtisari emisaar special, domethënë të llojit të tillë. Dhe Bochan-Harchenko pranoi që të jetë pjesë e kësaj treshës. Dhe ata filluan tash ta masin terrenin, ta shohin se çka mund të ndodhe, ka mund të ecë ky proces. Edhe erdhën në Kosovë, të kujtohet patëm takimin e parë me ta që ishte goxha takim koti, mund të them se nuk e kishin qartë as ata se çka duhet të bëjmë. Pastaj ne shkuam në Vjenë në gusht të vitit 2007 e patëm Fingeri e pat formulu nuk do të lëm gur pa absolutisht pa hekur.